Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics dhe Natura Therapy. Përshëndetje dhe mirë se ardhët në episodin e radhës të Glowcast. Unë jam Edita Hyseni, farmaciste dhe specialiste shkencave kozmetike. Episodin e sotëm do t'ja kushtojmë një temë shumë të ndjeshme që është kanceri dhe për këtë arsye kemi të ftuar doktoreshën Vildana Goga, onkologe dhe radioterapeute. Doktoresh, mirë se ardhët në Glowcast. Mirë se ju gjeta, është kënaqësi të jem sot me ju këto. Doktoresh, me qenë se është hera parë që kemi një onkologe ftuar në podcast, a mundesh më na tregu me çka merret saktësisht onkologjia edhe a ka edhe në ndeg të tjera? Po, onkologjia është disiplinë mjekësore e cila merret me parandalimin, me diagnostikimin, trajtimin edhe përcjelljen e një kohe të gjatë të pacientëve të diagnostikuar me kancer. E shohim që onkologjia nuk merret do të thotë vetëm me trajtim, mirë po merret me mbikëqyrjen e pacientëve në për të gjitha fazat e jetës së saj. Ndërsa disiplinat që përfshin onkologjia është kirurgjia onkologjike, është onkologjia mjekësore, radioterapia onkologjike edhe hemato-onkologjia. Çka dallojnë onkologjia dhe onkologjia mjekësore? Onkologjia mjekësore nuk ka onkologjia dhe onkologjia mjekësore është në ndeg onkologjia mjekësore që merret me trajtimin me kimioterapi, imunoterapi, target terapi të sëmundjeve kanceroze. E dim që është një sëmundje shumë e komplikuar, po me aq sa dihet deri sot ose me aq sa thot shkenca, pse vjen deri te kanceri në nivelin qelizor? Çka është ai mutacion që i shkakton shumimin e pakontrolluar të qelizave? Fillimisht kur themi që çfarë është kanceri, është një dëmtim qelizor i cili ndodh në ADN-n e qelizës, e cila qelizë po të ishte normale, do të kishte predispozita të zhvillohet, të vdes apo të riparohet gjatë jetës së vet. Ndërsa nëse gjatë ciklit qelizor ka psu mutacion në ADN-n e qelizës, qeliza nuk vdes, as nuk riparohet, mirë po fillon e shumëzohet në mënyrë të pakontrolluar deri tek paraqitja e një mase ose një formacioni tumoroz ose kanceroz. Ndërsa edhe pyetja pjesa tjetër, çfarë do të ishte etiologjia, janë një etiologji e panjohur, po një konglomerat i formacion i tyne dëmtimeve prej aspekteve të ndryshme, qofshin ato që përfshin stilin e jetës e deri tek rrezatimet jonizuese që ballafaqohet pacienti ose vetë personi gjatë jetës vet, ose edhe ballafaqimet me infeksione të ndryshme, qofshin ato me hepatit B, C, Epstein-Barr virus, HPV virus e kështu me radhë. Besoj që termet tumori mirë dhe tumori keq ose që quhen në shkencë benign dhe malign janë të njohura edhe për popullatën. Çka ka dallim këto dy me njëra tjetrën? Dallimi midis tumorit benign edhe kancerit është shumë i madh. Tumori benign ose tumori i mirë ose formacioni i mirë zhvillohet ose rritet ngadalë edhe nuk nuk infiltron strukturën përreth, do të thotë është mirë i kufizuar, mirë i lokalizuar edhe nuk jep metastaza. Ndërsa kanceri është një rritje do të thotë e pakontrolluar e qelizave e cila infiltron strukturën përreth edhe është sendi themelor i kancerit është që metastazon në organet larta, qoftë ajo me rrugë hematogjene apo me rrugë limfatike. Fjala tumori tremb shumë popullatën, a duhet me u tremb një person ose tumori është benign edhe po mbahet në kontroll? Se kjo edhe ju e dini që pacientat të cilët kanë tumor duhet me i trajtu shumë edhe kanë psiqike me marr shumë me ta. A duhet me pas frikë sa po e dëgjon fjalën tumor? Jo çdo formacion është kancer, 80% e rasteve rezultojnë të jenë tumore benigne. Kështu që nuk ka vend për frikë apo mos kontrolla permanente ose të vazhdueshme të pacientëve që kanë nevojë për mundjek. Sa ndikon gjenetika ose trashëgimia në paraqitjen e kancerit? Nëse prind kanë pas kancerash, patjetër që kanë me pas edhe fëmijë. Nuk trashëgohet kanceri, por trashëgohen predispozitat për shfaqjen e kancerit. 5 deri në 10% janë kancere tipik të trashëgueshme. Pjesa tjetër e kancereve fitohet gjatë jetës. Qysh është situata për momentin në Kosovë, apo shkon, a është numri i rasteve me kancer në rritje dhe nëse po cili është lloji i kancerit që po dominon te na? Sigur se në të gjithë botën edhe në Kosovë numri i rasteve të reja është në rritje. Kanceri i cili dominon kryesisht është kanceri i mushkrive, mandej është kanceri i gjirit, kanceri kolorektal edhe kanceri i prostatës tek meshkujt. A ka lidhje kjo me regionin ku jetojmë?
me popullatën apo është një krejt botën kjo përqindje? Kryesisht është numri i përqindjes percentuale të këtyre smundjeve në rritje ta 3-4 patologjive që i cekan mbar botën e njëjtë, mirë po kjo ndikojnë edhe me rritjen të moshës popullatës, edhe me ndryshimin e stilit jetës, përdorimin e alkoolit, duhanit, masanena mungesën e aktivitetit fizik, rritjen e obezitetit, ekspozimin ndaj rresëve të diellit në periudhën kohore që nuk rekomandojmë të ekspozohet, edhe kështu me radhë. Do të thonë që ta janë faktorët e stilit jetës, të cilat njerëzit mujnë me u kujdes për me parandalue ose me zvogëlu mundësinë e paraqitjes kancerit? 100% nuk mundet të parandalohet paraqitja e kancerit, mirë po me eliminimin e këtyre faktorëve të cilat i ceka më herët, mund të prevenohet 1/3 e kancereve në përgjithësi. Qysh ndikon obeziteti ose sasia e madhe e indit djamor në paraqitjen ose edhe në menaxhimin e kancerit? Kështu, indi djamor nuk është vetëm depo energjetike tek një pacient, mirë po prej atij prodhohet edhe hormone dhe substanca të ndryshme, të cilat mandej me kalimin e kohës japin inflamacione kronike, për edhe do të thotë kështu një farë bazamentit për mu paraqit kanceri ma vonë, duke rrit sasin e estrogjeneve, sidomos të gratë postmenopauzante, duke rrit faktorët e inflamacionit kronik, duke mandej rrit disa enzime edhe substanca tjera, cilat dëmtojnë imunitetin, edhe gjitha këta janë bazë për një predispozit për krijimit më tutje të kancereve. Qysh ndikon keq ushqyerja dhe masaktësisht përdorimi i sheqernave në përkeqësim të kancerit? Keq ushqyerja patjetër që nuk ka diçka të lidhun absolute nëse një ushqim e parandalon kancerin ose një tjetër ushqim paraqet ose nxit kancerin, mirë po stili i jetës edhe forma kronike në aspektin e të ushqyerit ndikan në performancën e pacientit për me pas tutje predispozit për shfaqjen e kancerit. Mirë po patjetër që është nevojshme kur që të marrim sasi të ushqimeve që janë profitabile për organizmin e njeriut, jo të vazhdohet në mënyrë pa kontrolluar të marrja e sheqernave. Sheqeri në radhë parë nuk është kancerogen, mirë po ndikon në rritjen edhe energjinë e qelizave kanceroze në organizëm. Përveç këtyre faktorëve që i përmendëm, qysh ndikon ndotja e ajrit dhe stresi në sistemin imunitar dhe në përballimin e smundjes? Kështu sa i përket ndotjes ajrit, është argumentuar në bazë të OBSH-s, Organizatës Botërore të Shëndetësisë, që është faktor kancerogen, edhe patjetër sidomos te kanceri i mushkrive kemi lidhje direkte me ndotjen e ajrit, ndërsa sa paraqet stresi predispozit për shfaqjen e kancerit është lidhje indirekte, sepse me anë të stresit ndryshon metabolizmin ton, ndryshon prodhimin hormonal ton, ndryshon stilin ton të jetës, se stresi jep pagjumsi, stresi jep edhe ndryshime tjera, na vetë dim kur kena stres fillom ja diçka konsumom më shumë, edhe konsumom ushqime cilat janë të shpejta vetëm me përmbush diçka veten më tepër, aq më shumë që gjitha këta që i ceka e ulin imunitetin, stresi e ul imunitetin edhe e rrit mundësinë e inflamacioneve kronike në organizëm. A vazhdon me qenë kanceri i gjirit kanceri më i përhapur te femrat? Po, edhe në Kosovë dhe në mbar botën, kanceri i gjirit është kanceri më i përhapur tek femnat, dhe për arsyeën që na dim se gjiri është vazhdimisht i ekspozuar ndaj ndryshimeve hormonale tek një gru edhe në periudhë të gjata kohore të jetës. Sidomos nëse një gru ka këtë menopauzën e hershme, këtë menarken ose menstruacionin e parë të hershëm edhe menopauzën e vonshme, do të thotë periudha e ekspozimit ndaj ndryshimeve hormonale të gjirit është e lartë, edhe predispozita me rritjen e moshës është shumë më e madhe për paraqitjen e kancerit të gjirit.
Cilat janë simptomat e para që vetë femrat mujnë me i vrej duke i preku ose duke i pa me sy? Fillimisht duar tham që kanceri i gjirit është një prej kancerëve i cili mund të zbulohet pa patur simptome. Edhe kjo do të ishte e dëshirueshme për ne që të zbulohet pa patur simptome. Mirë, po nëse vjen deri te paraqitja e simptomeve, simptomet themelore janë ato të cilat e ndrojnë formën e gjinit, madhësinë e gjinit edhe strukturën e gjinit në përgjithësi. Qofshin ato të dukshme sikurse një nodus që mund të krijohet në gjin ose në nënsjetull, ndryshime në lëkurën e gjirit edhe në majën e gjirit. Qysh ndikojnë faktorët hormonale ose terapia zëvendësuese hormonale si dhe mosha në paraqitjen e kancerit të gjirit? Në ata me rritjen e moshës ndërritet edhe predispozita për shfaqjen e kancerit të gjirit, sepse me kalimin e moshës mundësia për me ardhur deri te mutacionet qelizore janë më të mëdha, mirë po në aspektin hormonal nuk duhet të teprohet, sepse na dim që nëse përdorim për rregullime hormonale disa hormone janë të duhura edhe të nevojshme, mirë po ata duhet të jenë të korrigjuara në aspekt të dozës edhe gjatësisë të përdorimit të atyre hormoneve. Çka është saktësisht mamografia edhe prej cilës moshë duhet me fillu me bo kontrollat rregullta femrat? Mamografia është një metodë diagnostike imazherike, ende është metoda e artë për zbulimin e kancerit të gjirit. Mosha kur duhet fillohet bëhet një mamografi, varet prej anamnezës pozitive familjare apo faktorëve të rrezikut që i ka një paciente. Sa më prej moshës 40 vjeçare fillohet nëse ka predispozit gjenetike edhe faktor të rritun të rrezikut për kancer gjirit, ndërsa prej moshës 45 vjeçare tutje për pacientë të cilat nuk kanë, për persona të cilat nuk kanë dikën të smur në familje. Cilat janë faktorët e rrezikut përveç predispozitës gjenetike? Thame, është mosha, është qenuni të gru, është menstruacionet do të thotë menarka e heshme, menopauza e vonshme, është planifikimi familjar nëse gruaja shtacanin e parë e ka në moshë të shtyme, edhe nëse nuk ka lind as pak, ose tjetër çka mund të jetë rrezatime që ka psu gjiri gjatë fazës adoleshente tek ajo grua, nëse ka pas ndonjë smundje e cila ka qenë lidhur me rrezatime të shpeshta të krahërorit. Mandej janë gjithanja, nëse një gru nuk ka ushqy me gjithë ata fishofim faktor janë lidhur me uljen e nivelit me uljen e nivelit të estrogjeneve. Nëse nuk kena arrit që për një periudhë sa më gjatë kohore gjiri i grus të pushojnë prej veprimeve hormonale, është si faktor predispozues për shfaqje të kancerit të gjirit. Qysh ndryshon trajtimi edhe gjasa trembjetesë varësisht prej fazës kur është zbulu kanceri? Për shembull, nëse është zbulu në fazën e hershme, a përdoren tjera terapi? Se për shkallën e mbjetesës po dimë që është më e lartë, po a ndryshon edhe terapia që merret? Patjetër që po, sepse nëse një kancer i gjirit zbulohet në stadin e hershëm, ne flasim për mjekim të kancerit të gjirit, edhe modalitetet e trajtimit janë më të shkurta edhe nuk hyjnë përparje të gjitha modalitetet e trajtimit të kancerit të gjirit. Ndërsa nëse flasim për një kancer gjirit metastatik, atëherën jo gjithmonë flasim për një shërueshmëri, por flasim për një kontroll të smundjes sa më të gjatë tek pacienti, edhe një jetë sa më efektive tek pacienti. Do të thotë ta dy ndryshojnë komplet, njëna flet për shërim, tjetra flet për kontroll smundjes edhe mbjetesë sa më të gjatë tek pacientët. Prej modaliteteve të trajtimit të stadiet e hershme, kryesisht përdoret kirurgjia, kimioterapia, radioterapia ose ndonjë prej tyre imunoterapisë ose target terapisë me një rezultat të pritshëm për shërim, ndërsa e kundërta është tek stadiet metastatike. Qysh funksionon trajtimi modern biologjik sidomos te personat me HER2 pozitiv? Është shumë specifike kja, sepse kanceri i gjirit HER2 pozitiv është një kancer i gjirit më agresiv se sa kanceret tjerë të gjirit. Çka nënkupton HER2 pozitiv, kur në sipërfaqen
të qelizes tumoroze janë të mbishprehura disa receptor që ne i quajmë HER2. Edhe ky HER2 e ban që qeliza të rritet ma shpejt edhe në mënyrë ma të pa kontrolluar se qeliza që nuk e ka këtë receptor në sipërfaqen e vet. Ndërsa terapia që targeton të HER2-shin është terapia me Herceptin ose terapia me Phesgo, ku ka në përbartje 2 antitrupa monoklonal që në pika të ndryshme të receptorit HER2 e bllokojnë HER2-shin për mas me ardhur deri te replikimi i qelizes tumoroze. Në përbartje Phesgo ka do të thotë trastuzumabin edhe e ka Pergjeten. A bin flokt kur trajtohet pacienti me barna biologjike? Jo, çdo herë barnat biologjike, edhe pse janë barna sistemike, kanë më pak efekte anësore se sa terapitë sistemike tjera. Ju punoni në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe kërkesa për trajtim është shumë e madhe. Që shpoj menaxhoni kërkesën e madhe apo arrini me ju dhon trajtim krejt pacientëve? Një menaxhim i fluksit madh në klinikën e onkologjisë dikun deri onkologjia dhe radioterapi deri 450 pacienta brenda dite, menaxhohet duke funksionalizu në aspekt shumë të mirë ekipet, sepse çdo herë për me pas një rezultat mirë onkologjik, duhet të funksionohet në mënyrë ekipore, ku mjeku e kryen punën e vet, pjesa infermierore e kryen punën e vet, farmakologjia kryen punën e vet edhe psikologjia e ban punën e vet. Tek ne mjeku e merr pacientin para çdo të intervenimi në konsult, ja vlerëson performancën, e vlerëson a ka efekte anësore apo nuk ka efekte anësore klinikisht si duket edhe në aspektin e biokimisë gjendjen e pacientit, mandej stafi infermieror edhe stafi tjetër merret me përgatitjen pacientit për me dhanë një trajtim sa më efikas edhe në kohë më të shkurtë të qëndrimit pacientit në klinikën e onkologjisë. Fatmirësisht deri sot nuk ka rënë me shku për arsye personale ose familjare te klinika e onkologjisë, po prej gjithë njerëzve që janë dhe kolegëve, mendoj që është reparti që lavdrohet mas shumte për sjelljen e mjekëve, edhe jam shumë e lumtur se na sa që diskutojmë thojmë ose që atë duhet mos sill mirë ose kërkon heq, kështu që unë veçuroj punë të bardhë dhe shpresoj që keni me pas sa më pak raste, po vjen mirë që duke përjashtuar mungesën e banave dhe gjëra që nuk janë kompetencë e mjekut në fundit, sepse as nuk mundet me i bli, as nuk është menaxher, vjen shumë mirë që pacientët janë të kënaqur me anën njerëzore dhe profesionale që ofrohet aty me gjithë vështirësitë që i kanë mjek. Faleminderit shumë, sepse vlerësimi prej jashtë është motivi joni që të vazhdojmë punën edhe më intensivisht edhe më me përkushtim me pacientët. Doktoresha, përmendëm disa imunoterapinë edhe kimioterapinë klasike. Ku dallojnë këto me njëra tjetrën? Kështu, të dyja prej tyne janë edhe imunoterapia dhe kimioterapia klasike janë terapi sistemike. Mirë, po dallimi i tyre është mënyra e veprimit të tyre në qelizë. Kimioterapia do të thot prek edhe qelizat benjine edhe qelizat maligne, cilat kanë proliferim të shpejt. Ndërsa imunoterapia rrit imunitetin për me luftu edhe për me fuqizu veprimin e terapive për me mbrojt organizmin prej kancerit të cili është shfaqet një pacient. Duhet cekë edhe target terapin këtu, i cili shpesh kam pyetje edhe që rezultant tjetë si mekanizëm që prek edhe qelizat si kurse edhe kimioterapia, mirë po dallimi midis target terapisë edhe kimioterapis është që target terapia prek vetëm qelizat maligne, qelizat cilat në sipërfaqen e tyre të membranës qelizore kanë disa enzime specifike që detektohen ose targetohen prej terapisë cilën na e japim. Qysh funksionon sistemi CERAD në radioterapi për me mbrojt zemrën edhe mushkëritë e pacientit i cili është u bë rrezatim? Si radi është një revolucion në radioterapi, funksionon në atë mënyrë që në aspekt direkt, në aspekt konkret, aty për aty e përcjell lëvizjen e frymarrjes të pacientes edhe në bazë kamerave optike edhe e lëshon rrezet atëherën kur pacientja është në pozicionin sakt sikurse e kemi planifikuar. Do me thonë që kjo është një metodë mos me lëshu kus duhet. Fiks, edhe radioterapia
atë tendencë ka që t'jepet rreze sa më shumë në target, aty ku është e nevojshme, tek tumori apo shtrati i tumorit, edhe të mbrohen ma tepër këta indet përreth që nuk ka nevojë të hyjnë në fushën e rrezatimit. Cilat janë kriteret kryesore që e përcaktojnë nëse një pacient duhet mu operu para ose mas kimioterapisë? Po, ka shumë kritere, ata përcaktohen bazë të histopatologjisë. Vlerësimi i parë është madhësia e tumorit, lokalizimi i tumorit, a ka nyje limfatike të prekuna apo nuk ka nyje limfatike të prekuna, a ka invazion perivaskular, perineural, mandej faktor të tjerë tek pacienti a mund ta përballoj apo nuk mund ta përballoj intervenimin kirurgjik, do të thotë janë disa prej faktorëve të cilët e përcaktojnë kur duhet të aplikohet në adjuvancë me kimioterapi apo të kalohet direkt në trajtim me kirurgji. Kryesisht tumoret agresive kërkojnë fillimisht trajtim nga onkologu, mandej të kalohet tek kirurgu përkatës. Si kimioterapia dhe radioterapia i kanë disa efekte anësore që pacientët i përjetojnë, ndoshta aty po edhe masi që shkojnë shpesh, qysh mujnë me i menaxhu pacientët këto efekte? Ka efekte anësore të cilat menaxhohen në shtëpi, edhe janë lehtësisht të menaxhueshme në shtëpi, falë medikamenteve ekzistenciale që janë. Efektet anësore të cilat do ishin menaxhu në shtëpi, mund të menaxhohet tugu, vjellja, barkëqitja edhe lodhja. Ndërsa efektet anësore të cilat ka nevojë trajtohen në klinikën e onkologjisë, do ishin dhimbjet e fuqishme, gjakderdhja, temperatura e vazhdueshme e lartë mbi 38 ose ndonjë gjakderdhje e cila nuk ndalet. Kohëve të fundit kemi pas rritje të kancerit të gjirit tek femrat e reja ose nën moshën 40 vjeçare. A janë më agresive këto kancere te femrat nën 40 apo te ato mbi 40? Në gjithë botën është në rritje fakti i paraqitjes kancerit të gjirit tek moshat e reja. Sa i përket agresivitetit, patjetër duhet ta ceki që janë tek moshat e reja ma agresiv kanceri, por edhe të njëjtën kohë moshat e reja përballojnë shumë ma lehtë trajtimin kancerit se sa moshat e vjetra. Kështu që nuk do të inkurajoj pacientët e reja të diagnostikuara me kancer të gjirit që problematika atyre është e pasgjithshme apo është më e frikshme se sa tek moshat më të shtyme. E qysh ndryshon strategjia e screeningut në bazë të moshës? Çfarë analiza ose fotografime duhet me bo femrat mosha më të reja, çfarë ato që janë 50, menopauzë, e kështu me radhë? Do të flasim për kancerin e gjirit. Po, strategjia ndryshon bazë të moshës sepse edhe struktura e gjinit ndryshon sipas moshës. Tek një moshë e re, kanceri i gjirit, tek një moshë e re gjiri është më i dendur, çka rezulton që ajo dënsi mund të jetë më e dukshme me ultrasonografi, ndërsa tek moshat e vjetra dënsia e gjirit është më pak e dendur, edhe indi diamor është më i dukshëm, me që rast përdorim si metodë diagnostikuese ose screening metodë e përdorim mamografin. Krejt është deri tek struktura e dënsisë e gjinit. Mirë po duhet ta ceki që përveç screeningut me këta dy metoda, nëse është e nevojshme, përdoret edhe metoda tjera të screeningu, siç është edhe rezonanca magnetike, edhe në kuadër të një moshe jo të preme, varësisht tash prej faktorëve predispozues edhe faktorëve të riskut që mund t'i ketë një pacient gjatë jetës. E di që gjatë mujit tetor mamografia ofrohet falas për gjitha femrat, po gjatë mujve tjerë të vitit, ku mujnë me bo mamografinë edhe është e kushtueshme? Jo, mamografia fillimisht është metodë diagnostikuese e artë, nuk është e kushtueshme, edhe mundet mu bërë në qendër klinike universitare edhe në për të gjitha qendrat tjera sekundare, edhe në disa qendra të mjekësisë familjare brenda Prishtine ose secilin vendin e vet. Qysh ndikojnë trajtimet onkologjike si kimioterapia ose terapia hormonale në fertilitet? Nëse një femër s'ka lindë ende ose po don me lindë prap, po i ka kalu këto trajtime, a i zvogëlon gjasat për me mbetë shtatën? Kështu,
fillimisht nëse kena të bëjmë me një paciente e cila nuk e ka kry planifikimin familjar, para se sa fillon trajtimin, duhet të mbledhet në aspekt konsiljar vendimi për trajtimin e asaj paciente, sepse tash ka mënyra shumë të ndryshme për mbrojtjen e fertilitetit edhe pacientet e moshës së tretë të diagnostikuara me kancer të gjirit. Patjetër që kimioterapia ndikan, edhe hormonoterapia ndikan në uljen e fertilitetit, ose në pacientën e qesim në menopauzë të hershme, e cila është reversibile, mirë po sa kohë nuk guxon me met shtatzan pas përdorimit të një lloji caktuar terapie duhet vendoset para trajtimit. Ose kena metoda cilat na kryesisht i rekomandojmë për rujtjen ose ngrirjen e ovociteve, ngrirjen e qelizes V, të disa raste ngrirjen e indit të ovareve, ose edhe përdorimin e disa substancave të na cilat e mbrojnë, si është ky Zoladeksi, cilat e mbrojnë për një periudhë kohore vezoren, për mas mu dëmtu që mas një kohë kur t'i kryen terapit pacientja me ardhë deri tek shtatzania dëshirume. E sekëm edhe më herët që kanceri është një gjendje e rënë jo veç fizikisht, po edhe psiqikisht, edhe jo vetëm për pacientin, po edhe për familjen. A është e vështirë me ia dhënë lajmin një pacienti që ka kancer? Është momente shumë delikat dhënia e lajmit një pacientit, është vështirë sa për familjen edhe për mjekun, sepse një pacient i smur, ai nuk smuret vetëm trupi, po smuret edhe emocionalisht pacienti, smuret familja me ngarkesa emocionale për atë pacient, mandej ka pasoja në punë, ka pasoja në jetën sociale të pacientit. Na tentojmë çdo herë që t'i japim kohën e duhur pacientit derisa t'ia kumtojmë diagnozen, të krijojmë besueshmëri, të krijojmë qetësi edhe me fjalë të kuptueshme për pacientin, më parë e marrim si moment sa ai din për smundjen ose sa ai dëshiron me ditë për smundjen, mandej fillojmë me interpretimin e diagnozes, mënyrën e trajtimit deri tek ajo që është thelbësore që gjatë ti trajtimi, gjatë smundjes ti, ai nuk do t'jetë vetëm, po do t'jetë i mbëshqyrur prej gjithë neve, prej stafit, edhe prej, shpresoj edhe prej familjes. A ofron klinika mbështetje psikologjike për këta pacientë? Po, në klinikën e onkologjisë është psikologja klinike, e cila merr pjesë vazhdimisht në konsiljumet e klinikës onkologjike për nevojat të rasteve të caktuara që kanë nevojë për mbështetje psikologjike, sepse jo çdo person përballon njëjtë informacionin me smundjen, disa kanë më tepër frikë, disa ankth, disa nuk dojnë mu trajtu, disa kanë depresion, kështu që me të gjitha këta dukuri që mund të shfaqen te pacienti merret psikologja klinike, po dhe vetë ne si onkolog. Po mirë, shumë mirë se seancat private janë gjatë kushtueshme, kështu që po vjen mirë që po ofroj ka vetë klinika. A mendoni që ka hapësirë mu përmirësu bashkëpunimi mes onkologëve dhe mjekëve familjar në mënyrë që me i zbulu sa më herët këto smundje ose në fazat e hershme të dyshimeve? Pikrisht diagnoza e smundjeve onkologjike nuk bëhet në onkologji, po bëhet tek mjeku familjar. Mjeku familjar është shtylla e parë me të cilin ballafaqohet pacienti. Për atë është e rëndësishme shumë bashkëpunimi midis onkologëve edhe mjekëve familjar, sepse njohja e simptomave të hershme të një smundje e bën që mjekun familjar ta referoj pacientin në vendin e duhur në kohë sa më të shpejt që mu diagnostiku edhe mu trajtu sa më shpejt që është e mundur. Ju jeni në rrjedha, domethënë me onkologjinë edhe me kongrese dhe updatoheni gjithë kohës. Çka mendoni për të ardhmen e onkologjisë dhe për mundësinë e zbulimit vaksinave kundër kancerit ose mjekësisë të personalizuar? A jemi afër? Pikrisht këtë deshta për me thanë qofse kam pyetje më ishte pa para 20 viteve do kishte përgjigje komplet tjetër, tash ka përgjigje komplet tjetër që në onkologjia ka arrit një transformim të jashtëzakonshëm prej terapisë, një terapi për të gjithë në terapinë e personalizuar, duke inkuadru këtu vaksinat kundër tumoreve që janë të ndryshme prej vaksinave parandaluese deri te NGS-i që zbulohen do të thotë indikatorët
e atyne mutacioneve edhe ata indikator, ata nxitës tyne mutacioneve kur zbulohen do të thotë tentohet për mu trajtu. Për atë arsye e ardhmja e onkologjisë është e ndritur, është duke shku në hapat mirë që mundin e mu krenu, por ende ka nevojë shumë që të punohet edhe të zbulohet një kurë reale për kancerin. Doktoresh, na ardhëm fund bisedës tonë, cili është mesazhi që kishit dashur me u dhënë gjithë atyre që po na shohin, qoftë atyre që veç janë diagnostifikuar me ndonjë lloj kanceri ose atyre që kanë familjar. Mesazhi im do ishte që mos të neglizhojnë shëndetin, por të paraqiten tek mjeku për fillimisht screening të rekomanduar sipas moshës cilën na veç përcaktuar edhe nevojave të përcaktuara, edhe qoftë çdo paraqitje që rezulton negative, më mirë tjetë e përsjellur se sa të neglizhohet shëndeti, sepse pa shëndet edhe veprimtaritë tjera tona janë të mangëta apo shumë të vështira për mu kry. Doktoresh, falenderoj shumë që pranu të ftesën, ishte shumë kënaqësi për mua dhe shpresoj që do të shihemi prapë. Faleminderit juve, kënaqësia ishte e tëre imja. Faleminderit edhe gjithë juve që ishit me ne edhe në këtë episod të radhës të Glowcast. Deri në episodin e radhës, shëndet për ju dhe familjet tuaja. Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics dhe Natura Therapy,